Pafshim respekte. Mirëmiq, do të kthehemi edhe një herë pamjet direkte nga Parlamenti ku vijojnë diskutimet lidhur edhe me bordin e paqes. Edhe sipas vlerës dhe rëndësisë, kokën poshtë, dorën lart dhe votoni marrëveshjen. Faleminderit. Replik zoti Berisha. Me datën 20/2/2020, Target ose Mario Çela, me cilin parafolsi që duhet ishte sot i dënuar të paktën 40 vite për vrasjet që ka porositur me dokumenta, informon Pinin se kishin rënë dakord me tyre për që të mos kërkonin Taos këtij këtu, të mos i kërkonin, dëgjojeni, bandës, asnjë tender publik, se ky merret me tendrat, asnjë tender publik, apo favore tjera përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcull Taos dhe i dhanë afat gjerë 10 orë. Dëgjojeni, është krahu i kartelit të Çelës. Tao ju përgjigj kësaj, a garantoni që të gjitha ata njerëz që do të votojnë për ne nëse vendosin në listë ata që donin nga burgu? Dëgjojeni, gjëra kriminali është, ja ku ka vendin ky. Prisni. Përgjigja ishte, po, ne e garantojmë këtë. Më pas, Tao tha Okej, mbaroj koha zoti Berisha. Zoti Redi Muçi keni kërkuar fjalën për replik. Si çfarë një minutë mbaroj koha. Mbaro fjali e fundit. Dëshmohet se ka porosit vrasje. Dokumenti tjetër. Zoti Redi Muçi keni fjalën. Jo një minutë, ka mbaruar fjala. Zoti Redi Muçi. Redi Muçi. Ja dhash 2 herë po. Si. Zoti Muçi keni fjalë, mund të flisni, jeni me mikrofon, Po. Mund të flas për çështja është që të dëgjohem pa. Unë i respektoj më të vjetrit, kështu që tani me qënë se Taulant Balla më quajti gënjeshtar në lidhje me pagat e dhjetorit të mjekëve, doja t'i tregoj pikërisht deklaratën e shoqatës infermierëve të Shqipërisë para 4 orësh në një kanal televiziv shumë pranë qeverisë, e cila përcakton faktin që po ua lexoj, e turpshme thot, punonjësit edhe kur s'marrin hakun heshtin nga presionet. Tani
Ai fakti që heshti nga presionet ndoshta e trimëron zotin Tauland për të thënë që duhet të hani edhe kur e keni lugën bosh. Megjithatë, është realisht e turpshme që su paguani pagat mjekëve. Faleminderit. I lutem bëhuni gati procesin e votimit. Kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Mbyllet votimi. 110 vota për prezencën. 110 deputet prezent. Atëherë vazhdojmë për votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, shumicë absolute votash, ndjes. Procedura e votimit 2 votime me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 113 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër. Miratohet projektligji në parim. Para se të fillojmë votimin e nenit 1, në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë 2 amendamentet e zotit Kasment Bardhi. Amendamenti i parë, titull që riformulohet për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në kartën e bordit të paqes, dhe amendamenti i dytë, neni i parë ndryshohet si vijon: ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në kartën e bordit të paqes sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Në bazë të 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka të drejtë të paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta. Zoti Bardhi, fjala për ju 7 minuta. E kuptoj që bezdiseni nga fjalët në parlament, se ju kanë dhënë urdhër, ju a dha në mbledhjen e fundit, vini, mos diskutoni, vetëm ngrini kartonat dhe tikni. Ne nuk jemi për këtë, ne jemi për të informuar qytetarët, për bërë transparencë për qytetarët dhe për t'i dhënë llogari qytetarëve. Opozita në kuvend nuk ka asnjë dilemë për marrëdhënien strategjike mes Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo iniciativë që synon paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar ka patur dhe do të ketë mbështetjen tonë. Ky është një qëndrim i pandryshueshëm dhe i panegociueshëm. Ndryshe nga Edi Rama, ne nuk i mbajmë marrëdhëniet strategjike peng të manovrave politike dhe halleve personale të kryeministrit. Ne votojmë sot për marrëdhënien e Shqipërisë me aleatin ton strategjik dhe refuzojmë me neveri mënyrën se si kryeministri e përdor shtetin dhe aleatin ton strategjik si mburoj politike për interesa personale. Të gjitha këto akrobaci me këtë urgjencë të stisur dhe krejt të panevojshme, madje deri në kufit e qenurit qesharak, keni një synim të vetëm: të mbuloni mungesën e Edi Ramës sot në Davos, sapo ka dalë edhe njoftimi nga shtëpia Bardh, se kush janë shtetet themeluese të bordit të paqes. Janë 22 shtete, është Kosova për fatin e mirë të kombit shqiptar, mungon Shqipëria për shkak të Edi Ramës. Sjell një akt të personalizuar, duke u bërë qesharak, duke u fshehur pas Elisës, më thanë e kështë lut dje gjithë ditën, aman ma fut emrin në listë, ta kem aty se nuk i dihet, duke ekspozuar në këtë formë pa dashje nevojën dëshpëruese që ka për të dukur i rëndësishëm
ky që ishte zgjedh personalisht nga presidenti Trump dhe këtë don t'ia thotë shqiptarëve që duket si i rëndësishëm. Përtej alibive politike, si urgjenca e panevojshme e kësaj marrëveshje sa kohë sot mungojmë në Davos. Pyetja që mbetet është kjo: pse sot, ku liderët botror diskutojnë për paqe në Davos dhe kur presidenti Trump mbledh liderët botror për bordin e paqes, Edi Rama, lideri juaj i madhërisëm, zgjedh të jetë këtu, si avokati Erion Veliajt, si avokati Ergys Agasit, si avokati i të korruptuarës Belinda Balluku. Dhe kërkon të bëj politik të ullët me një akt që do duhet ishte thjesht dhe vetëm kombëtar dhe institucional. Ne do të votojmë, siç edhe bëm, pro marrëveshjes, po as ne, as titujt patetik të marrëveshjes së Shqipërisë, vendi i vetëm unik që po ratifikon një marrëveshje me emrin e njeriu në hall në titullin e tij. Nuk e shpëtojnë dot Edi Ramën nga frika e krimeve të tij kundër shqiptarëve dhe kundër interesit të aleatëve tanë strategjik. Edi Rama sot po tregon thjesht dhe vetëm se është në një hall të madh, sa ko përdor një iniciativë globale të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës që kërkon pjesëmarrjen e shtetit shqiptar në një organizëm tashmë të themeluar pas nënshkrimit nga 22 vendet themeluese për paqen, për të shënuar emrin e tij në të si kurkush tjetër në botë. Në fakt e vërteta është që nuk e ka përzgjedhur presidenti Trump, po e ka përzgjedhur ushtari i tij Bajram Begaj. Se këta s'din as ç'a sjellin, as ç'a bëjnë. Vetëm një hall i madh mund ta detyrojë Edi Ramën të ndërmarrë një cirk të tillë qesharak. Vendosja e Edi Ramës në titullin e ligjit nuk ja heq emrin as nga dosjet e zeza brenda dhe jashtë vendit. Me apo pa emrin në marrëveshje, Edi Rama vazhdon të jetë kryeministri në videot inkriminuese të Ergys Agasit. Do vazhdoj të jetë kryeministri që urdhëron tendrat palishëm korruptiv të Belinda Ballukut. Do të vazhdoj të jetë kryeministri që korruptoi shefin e kundërzbulimit të FBI-t dhe do të vazhdoj të jetë kryeministri që është peng bashkëpunëtor i karteleve të drogës. Asnjë titull nuk e fshen dot këtë, me gjithë mirësinë që ka pasur Elisa për ta propozuar dhe për ta përfshirë. Asnjë marrëveshje nuk e fshin atë që Edi Rama i ka bërë interesit shqiptarëve dhe interesit të partnerit ton strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe asnjë emër në letër nuk e shpëton këtë kryeministër nga përballja. Dhe meqense e do patjetër emrin në titull, Elisa ja bëri nderin me gjasa do ja bëni dhe ju, sepse mendon se do të shpëtojnë nga hallet e mëdha, kryeministri mund ta zgjerojë akoma dhe më shumë titullin e projektligjit. Me logjikën e tij të halleve të mëdha, le të shënoj aty edhe emrin e Ergys Agasit Kravetes dhe në krahun tjetër emrin e Belinda Ballukut. Ju mund ta rehatoni Edi Ramën duke i vënë emrin në marrëveshje, po ai e di mirë se nuk ka as reati, as lavdi për hajdutët, për ata që kanë vjedhur dhe zhvatur shqiptarët pa mëshirë, për ata që presin në zyrë, që bashkëpunojnë dhe qeverisin me kartelet e drogës. Faleminderit, kryetar. Komisioni përgjegjës do të shprehet? Okej. Atëherë hedhim në votim amendamentin e parë paraqitur nga zoti Bardhi, i cili thot titulli të riformulohet për ratifikimin e marrëveshjes pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes. Hapet votimi me elektronik. Me elektronik. Mbyllet votimi. 30 vota pro, 0 abstenim, 79 kundër. Amendamenti nuk miratohet. Vijojmë me votimin e amendamentit të dytë. Neni 1 ndryshohet si vijon ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Hapet votimi me elektronik.
Mbyllet votimi. 30 vota pro, 0 abstenim, 78 vota kundër. Amendamenti i dytë nuk miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro. Pro, kundër, abstenim. Numëroni votat. 78 pro, 30 kundër, abstenime nuk ka. Miratohet neni 1. Para se të fillojmë votimin e neni 2, në bazë të neni 76 rregullores, do të votojmë amendamentin e zotit Gazmend Bardhi. Pas nenit 1 shtohet neni 2 me këtë përmbajtje. Në përputhje me nenin 2, shkronja A e kartës bordit të paqes nga Presidenti i Republikës ose me autorizim të tij nga Kryeministri, në përputhje me kompetencat që i njeh Kushtetuta dhe legjislacionin në fuqi për marrëveshje ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Zoti Bardhi, dëshironi ta prezantoni apo është e qartë? Atëherë hapet votim elektronik për amendamentin e tretë të zotit Bardhi. Mbyllet votimi. 28 vota pro, 0 abstenim, 79 kundër. Amendamenti nuk miratohet. Vjojmë me votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesit. Neni 2 pro, kundër, abstenim. 79 pro, 28 kundër, 0 abstenim. Miratohet neni 2 sipas variantit propozuesit. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projektligji miratohet në tërësi. Këtu seanca mbyllet. Faleminderit, seancën e radhës do ta njoftojmë. Që është miratuar edhe kërkesa e majorancës për ratifikimin e pjesëmarrjes së Shqipërisë në Bordin e Paqes, ka patur një fuzim për amendamentet e vendosur në dispozicion nga opozita, e cila kërkonte specifikisht të reqen e emrit të kryeministrit Rama dhe mbajtje, si thuaç, në projektligj, në titullin e projektligjit, të aderimit të Shqipërisë në këtë organizat. Do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak për të parë se çfarë po ndodh dhe nëse do të ketë deklarata nga jashtë parlamentit.